Dasma Shqiptare 2017 prezanton. Unë jam 37 vjeçe dhe prej shumë vitesh jam e martuar. Familja jon ka një lloj jetese që për shumë njerëz sot mund të duket pak e vështirë, por ne jemi mësuar. Ne jetojmë të gjithë bashk në një shtëpi të madhe. Unë dhe burri im jetojmë bashk me vëllain e burrit tim dhe gruan e tij, pra me kunatin dhe kunatën. Shtëpia ka mjaft dhoma dhe e kemi ndarë në atë formë që të kemi hapësirat tona, por sallonin, oborrin dhe derën e jashtme i kemi të përbashkëta. Të jetosh në një shtëpi kaq të zhurmshme do të thotë që pothuajse asnjëherë nuk je vetëm. Gjithmonë dikush hyn e dikush del. Kunata ime ka një vëlla më të vogël. Ai është 26 vjeç dhe vjen shumë shpesh tek shtëpia jon për të parë motrën e tij. Ky djali kohët e fundit kishte bërë disa para nga puna e tij e i kishte hyrë vetja në qef dhe kishte blerë një makinë shumë të shtrenjtë dhe të bukur. Sa herë që vinte, e fuste makinën në oborrin ton. Bënte pak zhurmë që ta dëgjonim të gjithë dhe zbriste gjithë ta ngërlek. Ishte i ri, i pashëm dhe i pëlqente të binte në sy. Nuk e kuptoja pse, por ai gjithmonë gjente rastin të më ngacmonte me fjalë. Kur rrinim të gjithë bashkë në sallon, duke pirë kafe, ai lëshonte ndonjë batut, por kur ndodhte që të tjerët ishin në përdhomat e tyre dhe ne të dy qëllonim vetëm në sallon apo në kuzhinë, ai bëhej shumë i drejt për drejt. Kur do të hipesh tek makina ime, të ta bëj një xhiro, më thoshte ai. E unë ja prisja shkurt. I kore djal, i thosha, unë jam shumë më e madhe se ti. Si e ti për mua, gjej ndonjë vajzë e shetit me te. Mos e gjyko librin nga kopertina, ma kthente ai. Vitet janë thjesht numra, më thoshte. Këto ngacmime vazhduan për muaj të tërë. Ai nuk hiqte dorë dhe e bënte këtë gjë me një vetbesim të madh, sikur e dinte që herët avon unë do të pranoja. Një pasdite, rreth orës 5, ndodhi diçka e rrallë në atë shtëpi. Burri im nuk ishte kthyer akoma nga puna. Kunati dhe kunata kishin dalë për të bërë disa blerje e për të paguar dritat. Shtëpia ishte e boshatisur e unë isha në sallonin e katit të parë. Dritarja e madhe e sallonit, e cila është shumë e ulët dhe del direkt në lëndinën e oborrit, ishte e hapur nga që koha ishte e ngrohtë. Pikërisht në këtë moment qetësie, dëgjova zhurmën e makinës së tij, sepse makinën e tij e njihja nga zhurma sepse kishte zhurmë të rëndë sportive. Ai erdhi e parkoi në obor, hapi derën e jashtme dhe u fut direkt në sallon. Me pa mua dhe e kuptoi menjëherë që nuk kishte asnjë njeri tjetër rrotull. Ku janë të tjerët, më pyeti. Kanë dalë, thash, jam vetëm unë në shtëpi. Ai la çelsat e makinës mbi tavolinë, erdhi direkt drejt meje e u lëshua për të më puthur.
Ishte një veprim aq i papritur dhe aq i shpejt, sa që unë u tremba. Nuk kisha kohë të mendoja, e refleksi im ishte të ikja. Bëra 2 hapa anash, dola tek dritarja e hapur e sallonit dhe kapërceva e dola direkt në obor. E qëndrova aty jashtë e zbathur mbi bar, ndërsa ai mbeti brenda në sallon. Doli tek dritarja dhe më shikonte i habitur, e nuk e priste kurrë një reagim të tillë nga unë, sepse ai mendonte që unë isha e përveluar për një puthje nga ai. Çfarë pate? Me pyeti ai nga dritarja. Si bën edhe ti kështu vetëm për një puthje? Pse u trembe si kur çfarë do të të bëja? Se kam dërmend të ta heq një copë, më thaj. Unë kisha dalë në obor, jo nga friga e tij, por nga mënyra se si u soll, si kur donte të merrte diçka me dhunë apo me nxitim. Nuk është puna vetëm tek një puthje, i thash atij, por nuk bëhen gjërat kështu me turr. Merre pak me shtruar. Dil këte e jashtë, të bisedojmë një herë si njerëz. Ai doli, por jo nga dritarja. Doli nga dera kryesore e erdhi tek unë në obor. U ulem te karriget që mbanim gjithmonë jashtë në lëndin. Për herë të parë ai filloi të fliste seriozisht. E s'me bënte me asnjë batut për makinën apo për kopertinën e librit. E la me njan atë rolin e djalit arrogant, e fytyra ati u bë serioze, e fillojt me fliste hapur. Më tha se kisha gabim nëse mendoja se ishte thjesht një fiksim i tij. Por ai më shpjegoi se i pëlqeja vërtet shumë dhe se mbaronte pas meje që nga dita e parë që kishte filluar të vinte në shtëpinë tonë. Fjalët e tij ishin të qeta dhe e kuptoja që po me fliste me sinqeritet. Ai me dëgjonte dhe me fliste me një respekt që unë nuk ja kisha parë me parë. Duke e dëgjuar ashtu, kuptova se djali kishte ndryshuar komplet. Nuk ishte më ai 26 vjeçar i fodull, por dikush që po me fliste nga zemra. Ky ndryshim i tij më mbushi mendjen e më pëlqeu shumë. Mu mbush mendja që ndoshta u tregova pak e ashpër me të, e duhet ta kisha lënë të më puthte. Pasi mbaroi se foluri, u bë një qetësi e shkurtër mes nesh. E unë e pash, e ai më shikonte në sy. Shikoheshim sikur të ishim të dashuruar. Jo ofrova pak dhe i thash: "Eja." Vazhdoja atë që lë për gjysmë brenda. Ai nuk e priti këtë gjë. Syti shëndriten nga gëzimi, unë ngrit nga karrigja, erdhi afër meje, më mori për dorë dhe më tha: "Eja pra, hajde të futemi brenda." U futëm brenda, unë mbylla derën me çelës, e kur shkuam tek tavolina kuzhinës, unë ula mbi tavolinë e ai më puthi përsëri. Sa i radhe me puthi mirë, me puthte me shumë qetësi, e unë nuk ika më. Qëndrova aty, duke u puthur me të. Unë isha mbi tavolinë. Nëse doni të ndëgjoni historinë deri në fund, bëjni videon like, a nëse nuk doni, abonohuni ose bëjni subscribe.